Përshëndetje nxënës, sot për ju kam zgjedhur njësinë mësimore, mbledhja dhe zbritja e fyesave për klasën e 9. Ja pra fyesat, fyesa 1-4, 2-8, 3-12, 4-16. Të katër fyesat kanë vlera të barabarta, prandaj ne i quajmë fyesa ekuivalente. Fyesën 1/4 e zgjerojmë me 2. Kur fyesa si zgjerohet kur edhe numëruesin edhe emëruesin e shumëzojmë me numër të njëjtë. Në këtë rastin tonë konkret shumëzojmë me 2. 1 herë 2, 2, 2 herë 4, 8. Përsëri fyesën 1/4 e zgjerojmë me numrin 3. 1 herë 3, 4 herë 3, 3-12. Dhe në rastin e fundit, fyesën 1/4 e zgjerojmë me 4, fitojmë fyesën 4-16. Nëse numëruesin dhe emëruesin e një fyese e shumëzojmë me numër të njëjtë, fitojmë fyesë ekuivalente. Të marrim një shembull. Tash jo shembull e zgjerimit, por të thjeshtimit të fyesave. Thjeshto fyesën deri në fyesë të pathjeshtueshme. Pra fyesën 28-32 e thjeshtojmë me 2. Si thjeshtohen fyesat kur edhe numëruesin edhe emëruesin e pjestojmë me numër të njëjtë. Në rastin konkret shohim se edhe 28 edhe 32 pjestohen me 2, prandaj i pjestojmë me 2. 28 pjestim për 2, 14, 32 pjestim për 2, 16. Shohim se edhe 14 edhe 16 përsëri pjestohen me një numër të njëjtë. Pra përsëri pjestohen me 2. 14 pjestim për 2, 7, 16 pjestim për 2, 8. Arritëm te fyesa 7-8, e cila është fyesë e pathjeshtueshme. Këtë mund të ta thjeshtojmë edhe me një hap, kur edhe numëruesin edhe emëruesin e pjestojmë me 4. Që rasti konkret 28 pjestim për 4, 7, 32 pjestim për 4, 7, erdhëm të rezultati i njëjtë, por me një hap. Nëse fyesat nuk kanë emëruese të njëjtë, atëherë veprojmë në këtë mënyrë. Hapi i parë. Caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët të emëruesit. Hapi i dytë. Shkruajmë secilën fyesë nga fyesat me këta emërues. Hapi i tretë, i mbledhim të fyesat dhe hapi i fundit i thjeshtojmë zgjedhjen nëse është e mundur. Ja një shembull se si njësohen fyesa me emëruesa të ndryshëm. Fyesa 5-6 plus 7-8. Si shohim këto dy fyesa, njëra e ka emëruesin 6, tjetra e ka emëruesin 8. Shumëfishi më i vogël i përbashkët i 6-s dhe 8-s të emëruesve pra është 24. Si e gjejmë atë kur për emëruesit 6 dhe 8 i pjestojmë të dy me numrin më të vogël të thjeshtë. Pra edhe 6 dhe 8 pjestohen me numrin më të vogël të thjeshtë 2. 6 pjestim për 2, 3, 8 pjestim për 2, 4. Pra këtu ne 3 nuk pjestohet me 2, por 4 përsëri pjestohet, prandaj përsëri e pjestojmë me 2. 3 pasi që nuk pjestohet përshkruhet 4 pjestim për 2, 2. Prap 2 pjestohet, 3 nuk pjestohet, prandaj 3 vetëm e përshkruajmë 2 pjestim për 2, 1. Dhe në rastin e fundit, të dy 3 dhe 1 nuk pjestohen me 2, prandaj shkojmë te numri më i madh i thjeshtë se 2, numri më i madh i thjeshtë se 2 është 3. Prandaj 3 pjestim për 3, 1 nuk pjestohet me 3, prandaj e përshkruajmë. Tash të gjithë këta numrat në pozitën vertikale i shumëzojmë 2 herë 2 herë 2 herë 3, 2 herë 2, 4 herë 2, 8, 8 herë 3, 24. Pra shumëfishi më i vogël i përbashkët i 6 dhe 8 është 24. Prandaj, fyesën 5-6 e zgjerojmë me 4 që të sillen në emëruesin 24. Edhe 5-ën e shumëzojmë me numrin të njëjtë, me 4. Pra 5 herë 4, 20, jepën 24. Prandaj
andaj edhe shtyrësën 7 të 8 e zgjerojmë me 3, të të sillen me mos 24. 8-3, 24, 7-3, 21. Tani, thyrsa 5 të 6, kur mlidhet me thyrësën 7 të 8, i shëndruam në numrat me emrues të njëjtë, pra si mlidhen dy thyrsa me emrues të njëjtë, emruesi 24 përshkruhet ndërsa numruesit 20 dhe 24 mblidhen, 20 plus 24, 41, 24 përshkruhet. Pra rezultati është 41 thye për 24. Kjo është thyesë e shëndrojmë e parregullt, e shëndrojmë duke i pjesëtuar numruesin me emruesin, 41 pjesëtim për 24. Që bëjnë 1, 24, 21 minus 24, 17. Vetjen e shkruajmë në numrues, pra edhe e shëndruam 1 e plot e 17 në 24. Tani, shembull e radhës. Tash si mlidhen dy numrat të përzierë? Numri 1 e plot e 5-6 me numrin 2 të plot e 7-8. Këta numra mlidhen në atë mënyrë që i paraqesëm si shumë. I shqyrtojmë pjesët e plota. 1 plus 5-6, 2 plus 7-8. Njëshi me dyshi mlidhen, ngelen 5-6 plus 7-8, 1 plus 2, 3, a 5-6 dhe 7-8 e punuam para praktikisht dhe gjetëm shëmfishin më të vogël të përbashkët të 68, si ishte një numri 24 të shembulli para prakë, edhe tash i marrim të gatshëm të pjotëtyra e tretë. 3 plus 20 thye për 24 plus 21 thye për 24, edhe me njëherë i mbledhëm pjesët e plota, pjesa e rregullta i shkruajmë në emruesa të njëjtë. E bëm kot. Tash 20 plus 21 thye për 24 ishte 1 plot e 17 për 24, atë ndajmë 1 plot e 17 për 24 e shkruajmë si 1 plus 17 thye për 24, i mbledhim 3-shin me 1-shin, 3 plus 1, 4 të plota e 17 për 24 është rezultati final. Pra e shkruajtëm si numër të përzierë. Tani, si i zbresim numrat e përzierë? 1 plot e 1 dita minus 4 thye për 5. E shëndrojmë thyesën 1 plot e 1 dita, 2 herë 1, 2 plus 1, 3, 3 të dytat, minus 4 të 5. E gjejmë shëmfishin më të vogël të përbashkët të emruesve, si i ndjekim hapat, e thamë se dy thyesa me emruesa të ndryshëm lidhen, ku së pari gjejmë shëmfishin më të vogël të përbashkët të emruesve. Në rastin tonë konkret 2-shit dhe 5-s, emruesi i përbashkët të 2-shit dhe 5 është numri 10. Prandaj e zgjerojmë thyesën 3 të dytat herë 5 që do ta gjejmë të sjellim në emrues 10. 15 të 10-at, thyesën 4 të 5-at e zgjerojmë me 2, 8 të 10-at. I mbledhëm këto dy thyesa, i zbresëm këto dy thyesa, tani zbritjen e kemi. Masi i sollëm në emrues të përbashkët, në vend të thyesës 3 të dytat shënojmë 15 të 10-at, në vend të thyesës 4 të 5-at, 8 të 10-at. Atëherë lehtësisht i mbledhëm emruesi i këtyre përshkruhet të dy thyesa zbriten. 15 minus 8 është 7, rezultati final është 7 të 10-at. Ta marrëm edhe një shembull si njësohen zbritja e dy numrave të përzierë, 3 të plota e 1 katërta minus 1 plot e 2 të pestat. Pra, së pari këto numrat e përzierë i shëndrojmë në thyese të parregullta, 4 herë 3, 12 plus 1, 13 të katërtat, thyesën e dytë 5 herë 1, 5, plus 2, 7 të pestat. Mandej, i zgjerojmë veç e vesh thyesën 3
13 të katërtat i zgjerojmë me 5, pasi që shumë fishi më i vogël i përbashkët i 4-s dhe 5-s është numri 20, pra që duhet të sjellim në emërus 20. Edhe thjesën e dytë të sjellim në emërus 20 duke shumëzuar 5-ën me 4, 7-ën me 4 me të njëjtin numër, 28 të 20-ta. Tani këto dy thyesa 65 të 20-ta plus 28 të 20 i mbledhim, i zbresim, pasi 13 të katërtat ishte 65 të 20 minus 7 të 5 ishte 28 të 20 që i pam lartë, atëherë lehtësisht e punojmë emërusi këtyre thyesave përshkruhet ndërsa numëruesi zbrit 65 minus 28. 65 minus 28 është 37, na doli thyesi pa rregull, prandaj ne si e shndrojmë thyesën e pa rregull duke e pjesëtuar 37-ën me 20 që bën 1 herë 20 20 37 minus 20 që bëjnë 17. Mbetja shkruhet në numërues ndërsa emëruesi 20 përshkruhet 1 plot e 17 të 20-ta. Detyrë shtëpie në faqen 19 detyra 2 dhe 3. Ju falenderit.